Në linjën e asaj që kam pëhuar edhe herë tjera që kemi të bëjmë me praktikisht me dy bloqe politike, bloku A dhe bloku B, them kushtimisht, me satelitët e veta se cila palë, por gara duket që do tjetë për vendin e dytë. Ajo që ka befasua pak ka qenë çështja e mungesës nismës socialdemokrate në njërën prej listave qoftë të LDK-s, ku kishte paralajmërime pak më të veçanta qoftë në atë të PDK-s. Duket që në këtë drejtim është ndëshkuar nisma socialdemokrate. Janë disa figura brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës bazuar në informacionet që disponon emisioni Debat Plus, televizioni Duga Gjini, që nuk e kanë toleruar. Dhe janë figurat të cilat janë figura që kanë prind të cilët janë vrarë pas lufte, ka figurat të cilët kanë pësuar dhe që është quajtur që në fakt janë vrasje e goditje politike gjithë ato që farë ka ndodhur pas lufte, ato e kanë kundërshtuar pikërisht mundësin e lidhjes së një koalicioni mes koalicionin apo përfshirjen, se janë dy gjëra të ndryshme normal. Koalicionin deri më tash. Se mendoj që s'është përfundu krejt, ajo? Jo. Okej. Jo, nuk ka përfundu krejt tek LDK-nisma, edhe më tutje ka gjasë që të përfshihet brenda një liste. Brenda Partisë Demokratike. Jo, brenda Partisë Demokratike është gjë e vdekur, nuk ka asnjë mundësi. Jo, teorikisht ekziston mundësi. Jo, ka mundësi brenda listës të përfshihet. Pra, ka gjasa që po jo si koalicion. Jo si koalicion. Pra, të bëhet e njëjtë si që ka ndodhur me alternative reguxon brenda listës së vetëvendosjes. E qartë dhe unë mendoj që do t'ishte dëm i madh në ase nuk do të përfshihej, sepse do të shpërfilej zëri gati thuj se minimumi 2.5% që gjithandej në Evropë që do të thot aty pari. 21.900 votuesve që i ka pas nisma në zgjedhjet e 2021-s kur ka garuar e vetme. Në matematikat të tjera nuk mundesh me e matë, sepse në zgjedhje lokale nuk përfacohet dhe nuk është që trashëgohet, sepse për asamble mundesh me jep votën edhe djalit Hoxhës, për kohë në partinë e gabume në nivel qendror dhe si e jep. E vërtet. Ne djemtohet se kemi në partitë gabume. Po fuli për rritë. Që ta rumbullaksoj. Fati e poki, djemë të Hoxhës mi e përkrojnë bëjek e vetëvendosin kështu që spajtona me ty. Që ta rumbullaksoj për qytetarët është bëm më e thjesht dhe besoj që do të kenë mundësi shumë të qarta që të përcaktohen relativisht heret se si të votojnë, pavarësisht akronimeve që ju dalin për para. Megjithatë, ajo që pres prej këtyre zgjedhjeve do tjetë edhe një sprove fuqishme e AK-s se a do ta kaloj pragun apo